të jashtëzakonshme, me të vërtet të përgëzoj për punën që e bën, po njëkohësisht për energjinë pozitive, për vullnetin që ke shumë të madh, ku e gjen gjithë këtë energjie, me qenë se pavarësisht punës që ne po flasim deri tani, ju merrni edhe me sport, me boks, ku e gjeni gjithë këtë motiv, gjithë këtë energji që të dyja paralel mos t'i ndani asnjëherë. Se të njëjtën kohë keni edhe disa video, domethënë sa i përket boksit në TikTok, po kryesisht më shumë të punës. Unë edhe para se më bë këtë punë gjithmonë që thash më ardhi unë kon një njeri pozitiv, edhe është me shumë energji. Gjithë të jetën kom bo sport, so me boks më jena ose me sportin e martial arts, si më thonë, më jena mati. Që 20 kusur vjet e bëj këtë sport, por para unë kon kickbox, shumë aktiv. Kom bo shumë meqe para se me hik kësaj pune, kom bo shumë meqe në kickbox, dikon 65 meqe profi. Edhe kur ja ka nis pandemia atëherë, u duhet njerë me poshu, po që aty edhe vendosa me lënë sportin komplet. Se kisha pasur do lëndime, tani u martova, u bënë fëmija, ja nisa kësaj pune, besnisi, edhe e lash komplet njerë. Një 5 vite që është pa sport, edhe e pash vetën se nuk jam njeri që mëj me nejtë pa sport. Kër të bën të njëtën me sport, kër të mirësh për të njëtën me sport, dikura ta lyp trupi. Edhe një shok jemi më ka motivua apet më këthy në sport, në boks tani, edhe e motivua vetën, më këthy apet në sport, edhe me dhonë një farë motivimi edhe tjerve që edhe në mosh temë. Se unë jam për boksin, unë jam në mosh 2 vjetër, se tash 38 vjetë i kam edhe tash ka fundi i bjen, dhe më dhonë në sportit, a mëne nuk e një vjetën si 38, po e një alo vetën dikun ka nashta 28, që të dikun se që shtu i ku majt vetën gjithmonë fit edhe aktiv. Ndoshta 20. Ndoshta 20, jo, basta ka njerë për një do dhe im vjen trop që me 20 si kom njoftë, ama është qështë të mam vetën. Unë e më vetën edhe me ushqim, i runa ushqimit, këtë jam pregaditje shumë, edhe kam një pozitivitet gjithmonë mrena vetës unë, as nuk jem një që shaj, as nuk foli fjallë të këqia, ose për dikën keq, ose diçka, po gjithmonë këshu me bo një bëshqeshe njeri tjetërit. Qësë si tip jam. Jep një energji pozitive. Qësë edhe me ja ka dhu se gjdo sen që kam dënë me arrit, mën është me arrit. Veç dësh më konë disciplinu. Se dhe unë pëtëm, kërë këtheva apet mas 5 vite jënë kohë gjatë, i pjenë se i dojë komplet për i forme, edhe jënë pas dojë për i forme komplet. Unë kërë janë njësë apet, janë një vjetë të dofë më pregadit, para se me hi apet në ringë, u dofë më pregadit një 20 kila, u dofë me hek apet se patashtu me ko, edhe ajo veç mund është me bon me disiplin dhe me motivim. E që e tani më ka këthy, edhe qatë kohë që e kam, se ka njerë edhe shumë shtirë me gjithë kohë, se kërë kam plët raste për njerë, është edhe shtirë me gjithë kohë, për tek e fundit e thëmë vetës, hajtë 1 ora, 2, gjithmonë më një gjonë. Të shpia e kom drejtë që për drumën e kom bo një dhomë për stërvitje, që edhe nëse s'kom ko me shku në gjëm, e kom belen shtëpi që atë, edhe kërë të kry, ka njerë më bjen 16 orë jem rrugës, e normal, kërë më rrivesh du me flejt normal, po edhe që atë thëmë, hajtë bile një gjysore, bile diçka trupe me një që, se veç më vëllën të nditën. Që ato sheqerna që i konsumu gjatë ditës me hjekë. Se edhe diku lodhët e trupe veç të vozit, se adin së në kërë përshkaj me shumë kilometrë, ka njerë për bëj ka 3-4.000 kilometra njaftë, adin, se për mbjen me shku këtu, pe aty, këtu, pe këtu, edhe në ma që edhe trupe lodhë, për që edhe është rëndësishme edhe me jep trupit edhe pak lodhje me sport, se ta balancën. E që ajo po ma. Po jetë duke u pregadit për gara tutje, apo thjesht vetëm me majtë për gara. Se one tash para 1 viti ku ja kom njës apet, para 2 viti ja kom njës më pregadit, e para 1 viti e kom nënë debyn në box profi, që jëm dalë pe kickboxit në box, edhe tash i kom bo, mrena 1 viti i kom bo 6 meqe dhe që tash, suksesh me 5 i kom fitu, veç një humbi me pika,
Edhe tash jam përgatitur për meqin tjetër që kam edhe 3 javë atje në Gjermani. Edhe po mundon me net non-stop në formë, sa dal pa lëndime për çfarë më ne një tjetrën. A është sport i rrezikshëm? Pa i mbarë që është Krejt punat, edhe punën që e bën është punë jo e zakonshme. Sporti që ashtu, të sporti sot ka përkra familja? Gjithmonë mirë. Po, gjithmonë mirë, sidomos baba çdo meç gati u kon gjithmonë mas mirë. Po kanë qenë familja ndonjë meç aty kur ti ke humbë edhe je rron nga kundërshtari? Një sen interesant të onë është që deri sot, krejt tonë ato meqë që i kom pas kur nuk i mërzu kohë. Kom kry që keq thojnë ta tjertë, nuk mund me hongër shumë boks edhe shumë sjellje, edhe për që ta dhe kom emnin në boks, e kom emnin Lionheart, i bjen Zemë Loan. Ma kanë gjitë fancat, se thëshin ti kos për dërzosh. Se më të vëti, unë normal që kom hup me pika, ose nashta për shkak në lendimit u doft me ndërprej meqen, ose nëse përpara në kickbox për shemë u qa kryt për shkak bryllit, ose sjell me kom, atëherë mjeku e ka ndërprej meqen, ama jo që më rëzuën që kom flejt, ose atë nësë më thonë që ka ra qatë shumë kohë, s'ka ndodhë kur, edhe për qëta edhe kur s'ka ndodhë që familja kërë në kom pranë me hup. Në krejta të humbje që kom pas për parë në kickbox, që të humbje në box, u kom që s'u kom familja. Se sa herë është familja këto, kom një këtë tjetër vullnet edhe një tjetër energji, edhe s'guxoj me hup. Valon, është e vërtet që thonë krejt njerëzit që merren me boks, e kanë hunën e thynë? Krejt nashta jo, po shumica. Edhe unë e kom pas 6 herë thyme të hunën. Unë tash nashta nuk përndikohet, ama se kur e nisi pandemia që tash, kur e lash kickboxin, ku më thonë, oke, se në punën, ku gjë, thëmë, 6 herë u konë thyme, edhe kom s'muqas me marë fryma me hunë. Edhe gjithmonë kom thonë, sa t'jam aktiv, s'ko me ndreq unë, se s'u vynë. Qatë momentan kër e nisi pandemia dhe kër e vendosa me lonë kickboxin, e kom ndreq edhe hunën, se u duft pa tjetër, se s'musha me marë fryma. Edhe pse në atë gjendje, asnjëherë s'ke mendu me hjek dorë nga boksi? Jo, po në pëthamë, sa t'jam aktiv, s'ko me bo, edhe tani kër e përfundova karierën, normal, e ndreqa unë, e tani dikur, mas një 3-4 vite apet u motivohë më këthy, edhe kur dhe sot s'u ka shku menimi që më e prishi apet ose diçka, se kam nuk dertë. Se qatë, na boksiera kështë shtojnë pak ma ndryshen në kryo, atë nuk e shojmë si nashta dikush tjetër që se bën këtë boks, na nuk i tutëm dhimbjes, që është pjesë e lojës. Në qatë moment edhe sënim, kur t'jom në meq, në boks, tonë ato sjellje, ti nuk e nisi dhimbt. Po knatësi. Po, shumë është një sen interesant, çdo bokser mund me vërtetu në ashta, ama është ti nuk e një dhimbjen, për masanej, një 2-3 ditë e një dhimbjen, mas meqet. Ama unë për vetë, se kom bo shumë sporte, dhe unë për vetë thëmë, futbolli është më i rrezikshëm se sa boksi. Se boksin të ashta në ftyrët, ndikon pak e sen, atë në barë të që boksash. Se në ti tash tonë konë vesh me krye mbron, dhe më thonë e mbron boksat, në maj që dikur e trunin, për që ta dhe ndodhe në rrasë vdekje që ndrojnë jetë në ring. Se stilin ashta që shto kanë. Ose pregaditjet që i kanë stërvitje, kanë rana ashta ka o në stërvitje, ama nuk i tregojnë, kërkojnë se zdojnë me hup meqen, edhe hinë me qatë lëndem meq, edhe tani ndodhen qëto sen, ama du të më koni kujdesshëm në këtë sport. Deri tani, sa humbje dhe sa fitore i keni? Në boks, tash i kam 5 fitore, vetëm një humbje. Në kickbox, për para, me thonë 45 fitore, që bjen 45 fitore, 20 humbje kom pas. Në kickbox për para. Atash në boks që më hi, është për momentin jam shumë jetë të ecë. Me qenë se minutat e emisionit tonë po ikon shumë shpejt, po na intereson krejt për fund cili është mesazhi juaj për të gjithë shikuesit tanë të shumt që i kemi si në Kosovë, gjithashtu dhe në diasporë,
Dhe cilat janë planet e tua për të vazhduar tutje rreth sportit dhe punës që bëni? Mesazhi jam për të gjithë që jashtë është që thash edhe më herët, leni sene të këqia, leni fjalë të këqia, se jeta është shumë e shkurtë. Unë më kallëzu çdo ditë se sa shpejt më përfundu jeta. Falni me familjarët, rrini afër familjes, rrini pozitiv. Edhe në kohën e sot, sidomos me rrjetet sociale, ti na shtat edhe vetë që janë komente shumë negative, sa do tonë, kanë janë shpesh janë nisi me diskutuar aty në komente, i shoh, në krejt i shoh. Ama edhe nuk e marr nga zemra, por se ka persona që janë pa kënaqur me jetën e vet, edhe këshyrin më aprish dikujt tjetër. Unë si marr ato sa në afër vetes, edhe po sta gjithmonë thonë rrini pozitiv, afroni drejtoni punës, drejtoni familjes, fejes, çdo veç rrini pozitiv. Që është mesazhi për të gjithë që me nejtë ma mirë pozitiv, jetoni shumë ma shumë edhe shumë ma mirë se sa me nejtë gjithmonë me negativitet që edhe ju kap shtresi. Dhe shtresi është një arsye pse desin gjinja.